Po presin me kurreshje se çfarë do t'u çullojë në pakun e dhuratës që do ta marrin. Këta janë disa fëmijë tim të komunës Ferizajt, të cilët përmes shoqatës humanitare Human Appeal International janë përzgjedhur që të marrin 35 paku dhurata që si donacion i solli kompania Bechtel Enka. Përveç dhuratave, ata patën rastin edhe të përshëndeten drejt për drejt nga kryetari i komunës Muharrem Sparqa, i cili uroi atyre vitin që vjen duke shpresuar për ditë më të mira. Kjo kategori fëmijësh që rriten pa njërin ose dy prindërit, u tha se vazhdimisht janë nën përkujdesin e shoqatës arabe, e cila edhe i finanson her pas here. Gjatë këtij viti kemi pasur aktivitete të shumta. Domethënë puna kryesore që ne kemi në organizatën tonë është ndihma që ja bëjmë jetimëve. Këto jetim domethënë marrin paga apo donacion ndihma të rregullta të vazhdueshme gjatë tërë vitit. Përveç kësaj kemi pasur aktivitete të tjera të shumta dhe të gjitha aktivitetet ne i realizojmë në bashkëpunim me drejtoritë komunale këtu në Ferizaj. Fëmijët domethënë antarësohen prej 0 deri në domethënë marrin donacion prej 0 deri në moshën 18 vjeçare. Në momentin që bën 18 vite domethënë largohen nga donacioni. Edhe aktivitete këtu kemi lojna të ndryshme, kemi shëtitje, kemi kampingje, kemi pas me rastin e iniciativës nëntore kemi pas gara të diturisë me shkolla, me disa shkolla të Ferizajt dhe aktivitete tjera të shumta dhe të ndryshme. E fondet prej kaj merrni ju? Po ne kemi zyre në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Britani edhe në Australi. Këto janë tri zyre nga të cilat ne i marrim donacion financuar. Ndërkaq, drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, Burim Karameta, tha se gjatë vitit, përveç programeve që ka kjo drejtori, për kategoritë ndryshme sociale në këtë sferë shpesh kanë kontribuar edhe organizata, donatorët dhe bamirësit e tjerë. Absolutisht ne me të gjithë institucionet e cilat funksionojnë në kuadër të Kuvendit Komunal, si është Qendra për Punë Sociale, siç e thash më herët, bashkëpunimin tonë me organizata të ndryshme, këtu theks të veçantë vlen të përmendet organizata bamirëse Human Appeal International, e cila gjithmonë ka ndihmuar këta fëmijë dhe kategori tjera në këto data të rëndësishme. Mund të them që target kryesor i kësaj organizate HAI janë familjet banjak të cilët her pas here dhe gjatë të vitit në kontinuitet ndihmojnë këta fëmijë me programe të ndryshme të cilat kanë në projektet e tyre. Nga drejtoria juaj? Ne jemi pjesë e këtyre programeve të cilat jemi, duke bashkëfinancuar. Drejtues të kësaj organizate njoftuan se nga Ferizaj dhe komunat përreth Shtime, Kaçanik dhe Hani Elezit janë të regjistruar rreth 700 fëmijë jetim.